Ish-banorja Big Brother VIP Albania 3 Francesca Murati ka zbuluar së fundmi arsyeën që e shtyu të largohej nga Londra dhe të vendosej përfundimisht në Shqipëri. Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në Instagram, ajo ju përgjigj pyetjeve të shumta lidhur me jetën e saj dhe vendimin për të u rikthyer në Tiranë. Një prej ndjekësve e pyeti drejt për drejt pse e ke lënë Londrën për Tiranën. Francesca zgjodhi të përgjigjej me një fotografi nga Bregdeti të shoqëruar me fjalët sepse tani çdo e premte duket kështu. Me këtë përgjigje, modelja la të kuptohet se vlerëson stilin e jetës që ka ndërtuar në Shqipëri, ku duket se gjen më shumë qetësi dhe mundësi për të shijuar kohën pranë detit. Kohët e fundit, Francesca ka ndarë shpesh me ndjekësit momente nga përditshmëria e saj në Shqipëri. Ndërkohë këtë vit ajo ishte pjesë e fan club të Big Brother VIP Albania, ku angazhua në rolin e opinionistes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.